Brikena Selmani po e shijon lidhjen e dashurisë me Mateon. Dyshja po qëndrojnë thuajse çdo moment bashkë. Minuta më parë në Instastorin e saj ajo ndau një video para pasqyrës ku merr vëmendje këmisha e saj me fotot e Mateos. Aty ka vendosur fotografitë e Mateos duke dëshmuar që është e dashuruar kokë e këmbë me atë djalë. Gjatë bisedës sot Brikena ndau detaje të reja rreth jetës së saj pas daljes nga shtëpia më e famshme, duke u fokusuar te rrugëtimi i saj dhe planet që po thurr për të ardhmen. Vëmendjen e mori romanca me Mateon, një raport që po konsolidohet shumë jashtë shtëpisë. Brikena tregoi se sa herë që ndodhet në Tiranë, koha e saj i dedikohet totalisht partnerit, duke vërtetuar se ndjenjat e tyre brenda ishin reale. Ndihem shumë mirë me Mateon dhe shpresoj më të mirën dhe të mos ndahemi. Nuk do doja ta mendoja fare ndarjen me të, tha ajo. Përveç jetës private, Brikena duket se po përgatitet për një rikthim të fuqishëm në ekran. Ajo zbuloi se ka pasur oferta nga bota e medias dhe se shumë shpejt mund ta shohim tek emisioni She Is On Top. Ajo sfundmi u uroi dhe kunatën e saj për ditëlindjen e saj. Kujtojmë se Casey ka qenë një nga mbështetëset më të mëdha të lidhjes së Brikenës me Mateon, duke qëndruar gjithmonë pranë çiftit duke i përkrahur. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.